Përmes një thirrjeje publike, studentët shqiptar kanë kërkuar mbështetje për protestën në Shkup edhe tek gjykatësit, prokurorët, avokatët dhe përmbaruesit shqiptar të vendit, në të cilën studentët do të ngrisin zërin e tyre kundër refuzimit te Ministria e Drejtësisë e udhëhequr nga ministri i Partisë Znam Igor Filkov, që po u bën studentëve të drejtësisë për të kaluar provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Të nderuar alumni, gjykatës, prokuror, avokat dhe përmbarues, u jemi mirënjohës për kontributin tuaj të vazhdueshëm në ndërtimin dhe forcimin e sistemit të drejtësisë, si dhe për rolin që keni në mbrojtjen e parimeve të shtetit, të së drejtës dhe të barazisë para ligjit. Sot gjeneratat e reja të studentëve të drejtësisë po përballen me një padrejtësi të vazhdueshme, pa mundësinë për të dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, një e drejtë e garantuar me kushtetutë dhe ligj, por që për vite me radhë vazhdon të mohohet në praktik, thuhet në thirrjen e studentëve. Në letrën publike gjithashtu thuhet se duke parë politizimin, refuzimin dhe pengesat që u paraqiten, 3 unionet e studentëve kanë thirrur protestë më 6 prill në ora 12:30 në Shkup, duke filluar marshutën nga ura e Gurit. Ditë më parë, studentët ju bën thirrje profesorëve shqiptar që ta mbështesin protestën e javës së ardhshme.